Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1919 ekzekutuan në moshën 47 vjeçare Karl Liebknecht dhe Rosa Luxemburg. Ata u përshkatuan nga frekorpset besnike të Kajzerit. 1943 përfundon së ndërtuari godina më e madhe e qeveritare në botë e quajtur Pentagon. Pentagoni është godina e Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ndërtesë u projektua nga arkitektët George Bergstrom dhe David J. Whitmer. 1962, papirusi Derveni, ndëshkrimi më i vjetër i mbijetuar i Evropës që daton në 340 para Krishtit, është gjetur në Greqinë Veriore. Ky papirus është një material filozofik, që është një koment alegorik mbi një poezi orfike, një teogoni në lidhje me lindjen e perëndive. 1970, Muammar Gaddafi shpallet kryeministër i Libisë. Gaddafi do të sundonte këtë vend me dorë të hekur deri në vitin 2011, kur do të kapej dhe do të ekzekutohej nga rebelët kryengritës. Gjatë regjimit të tij, Libia do të përballej me shkelje të rënda të drejtave të njeriut dhe do të akuzojë butërisht si një shtet që përkrahte terrorizmin ndërkombëtar. 1975, nënshkruhet marrëveshja në Alvor, duke përfunduar luftën e pavarësisë së Angolës dhe duke i dhënë pavarësinë vendit afrikan nga Portugalia. Marrëveshja u nënshkrua nga qeveria portugeze. Lëvizja popullore për shlirimin e Angolës, Fronti Nacional Shërimtar i Angolës dhe nga Bashkimi Kombëtar për Pavarësinë e Angolës. 1991, Elizabeta II, në cilësinë e saj si mbretëreshe e Australisë, nënshkruan një sër dekretesh që lejojnë Australinë të bëhet mbretëria e parë e Commonwealth, që krijon Victoria Cross në sistemin e saj të nderimeve. Victoria Cross për Australinë është çmimi më i lartë në sistemin e nderimeve në këtë vend, duke trashëguar atë nga Britania e Madhe. 2001, Wikipedia, një enciklopedi falas me përmbajtje wiki, lançohet për herë të parë në internet. Wikipedia është një enciklopedi shumë gjuhëshe në internet e krijuar si një projekt i hapur bashkëpunimi nga një komunitet i redaktuesve vullnetar që përdorin një sistem redaktimi të bazuar në wiki. Ajo përmban ekskluzivisht përmbajtje falas dhe pa reklama.